Ja si Korea e Veriut, më në fund e bëri të pamundur aratisjen. Në vitin 2009, 2914 persona u aratisën nga Korea e Veriut, por deri në vitin 2020, kjo shifër kishte rëndjeshëm në vetëm 67. Sot, Korea e Veriut më në fund e ka bërë pothuajse të pamundur aratisjen, përveç nëse përdorni metodën e fundit të mbetur. Hidhni një sy këtij grafiku. Mund të shihni se mira koreano-verior ikën në Korenë e Jugut çdo vit, por në vitin 2011 gjithçka ndryshoi. Ish udhëheqësi i vendit Kim Jong-il ndroi jetë dhe djali i tij Kim Jong-un erdhi në pushtet. Kim Jong-un e bëri përparësi numër 1 goditje ndaj aratisjeve, duke përdorur metoda ekstreme të papara më parë. Bllokuesit e sinjalit janë instaluar në gjithë kufirin verior, duke bllokuar sinjalet e huaja celulare dhe satelitore, dhe duke parandaluar si aratisje në Kinë, ashtu edhe kontrabandën e mallrave të kontrabanduara përtej kufirit kinez. Janë ngritur gjithashtu stacione monitorimit të thirrjeve telefonike, duke parandaluar kontrabandistët kinez që ndihmojnë njerëzit të aratisen. Numri i kullave të vrojtimit është shritur dhe këto kulla përmbajnë ushtar të armatosur me mitralozë, të cilët janë urdhëruar të qëllojnë menjëherë këdo që përpiqet të aratiset. Janë shtuar kamera mbikëqyrjeje dhe sensor. Barierat e betonit dhe gardhet me thumba paralajmërojnë njerëzit të aratisen, ndërsa dritat që zbulojnë lëvizjen ndalojnë lëvizjen në mbulesën e errësirës. Pjesa më e madhe e kufirit tani ka garde elektrike dhe, në mënyrë kontradiktore, mina toksore, të cilat shkelin ligjin ndërkombëtar. Dezertor të rinj veprojnë gjithashtu pranë kufirit. Këta individ janë agjent Koresë së Veriut që paraqiten si të aratisur, disa i oshin njerëzit në shtëpi të sigurta të reme, përpara se t'u dorëzojnë autoriteteve të Koresë së Veriut. Korea e Veriut ka bërë gjithashtu marrëveshje me vendet fqinje, duke siguruar që çdo i aratisur të kthehet. Për shembull, një marrëveshje me Rusinë, e nënshkruar në vitin 2014, nënkuptonte se Rusia do të deportonte çdo koreano verior që gjendej në vend. Një marrëveshje ngjashme u bë me Kinën menjëherë pas kësaj. Të gjitha këto teknika kanë kushtuar jetë njerëzish. Vetëm në vitin 2023, 6 persona vdiqën nga mina toksore, të tjerë janë qelluar ndërsa përpiqeshin të kalonin, ndërsa disa kanë vdekur në malet e ashpra përgjatë kufirit Kore-Kin. Një burr nga Korea e Veriut, i quajtur Zu, arriti të arrinte në Kinë, por u arrestua shpejt nga policia kineze. Për të shmangur deportimin përsëri në Korenë e Veriut, ai iku nga burgu vetëm për t'u kapur përsëri. Zu u dërgua më vonë përsëri në Korenë e Veriut, ku besohet se u ekzekutua. E gjithë familja e tij u burgos gjithashtu. Korea e Veriut zbaton një sistem të njohur si Yeon-yuaye, ose ndërshkimi familjar. Nëse një person aratiset, e gjithë familja e tij ndërshkohet. Kjo çon në dërgimin e foshnjave dhe të afërmve të moshuar në kampe burgimi. Si rezultat, shumë njerëz dekurajohen nga aratisja, jo sepse kanë frikë për veten e tyre, por sepse kanë frikë për familjet e tyre. Korea e Veriut madje ka futur roje për të mbikëqyrur rojet e tjera. Në të kaluarën, njerëzit mund të korruptonin rojet kufitare, pasi varfëria e vendit e bënte rrushfetin tërheqës. Tani, rojet monitorohen nga personeli i departamenteve të tjera dhe shpërblehen për raportimin e njëri tjetrit. Kjo mungesë besimi i bën ata shumë të frikësuar për të pranuar rrushfete. Trafiku i trenave dhe makinave gjatë natës pranë kufirit është ndaluar dhe dronët tani përdoren për mbikëqyrje. Pavarësisht të gjitha këtyre masave, koreano-veriorët ende përpiqen të aratisen. Një aratisje vetme mund të zgjasë muaj ose edhe vite për të planifikuar. Njerëzit ecin pranë kufirit duke u shtirur sikur mbledhin bimë mjekësore, ndërsa fshehurazi mësojnë përmendesh vendodhjen e minave toksore. Gjërat u përkeqësuan më tej në vitin 2020, ku shpërtheu COVID-19 në Kinë. Autoritetet e Koresë së Veriut u shqetësuan thellësisht. Vendi ka teknologji mjekësore shumë të kufizuar dhe rreth 42% e popullsisë është e keq ushqyer, duke dobësuar sistemin e tyre imunitar. Që nga viti 2020, koreano-veriorëve u shkufizuar gjithashtu lëvizja brenda vendit të tyre. Korea e Veriut është e ndarë në 9 provinca dhe qytetarëve nuk u lejohet të largohen nga provinca e tyre pa autorizimin e dur. Udhëtimi pa dokumente mund të rezultojë në burgim si për individin, ashtu dhe për të gjithë familjen e tyre. Kjo e ka bërë aratisjen edhe më të vështirë, veçanërisht për ata që jetojnë në provincat jugore.
mund pyesni veten, pse të mos aratiseni në jug në Korenë e Jugut? DMZ shtrihet 250 km në gjatësi dhe 4 km në gjerësi. Gjatë viteve, shumë ushtarë dhe civil, shpesh koreanë të veriut që përpiqen të aratisen, kanë vdekur atje. Zona është e mbushur me kulla vrojtimi, gardhe, mina toksore dhe madje dhe sniper. Megjithatë, ka një avantazh. Meqense Korea e Veriut dhe e Jugut dikur ishin një vend i vetëm para se të ndaheshin në vitin 1945, Korea e Jugut i njeh gjithë koreanët e Veriut si qytetarë. Kjo do të thotë që kushdo që kalon me sukses në Korenë e Jugut, i jepet strehimi i sigurt dhe mbështetje nga qeveria. Pavarësisht kësaj, arritja në Korenë e Jugut është jashtëzakonisht e vështirë. Korea e Veriut stacionon në rreth 750.000 trupa pranë DMZ-s, të gjithë të urdhëruar të qëllojnë menjëherë këdo që përpiqet të kalojë. Ka gjithashtu më shumë se 2 milion mina toksore në zonë. Për shkak të kësaj, aratisja përmes Kinës ose Rusisë mbetet rruga më e zbatueshme. Megjithatë, edhe arritja në ato vende është vetëm fillimi. Kina dhe Rusia janë dy aleatët të Koresë së Veriut, që do të thotë se të aratisurit duhet të vazhdojnë përpara drejt një vendi të sigurt që do t'i dërgojë ata në Korenë e Jugut në vend që t'i kthejë. Këto vende të sigurta përfshin Mongolinë, Tajlandën, Vietnamin dhe Kambodgjën. Por udhëtimi drejt këtyre vendeve është jashtëzakonisht i rrezikshëm. Të aratisurit shpesh duhet të kalojnë Kinën, e cila është një nga vendet më të mbikëqyrura në botë. Kina ka rreth 700 milion kamera mbikëqyrjeje, shumë prej të cilave të pajisura me teknologji njohjeje të fytyrës. Kjo e bën tepër të vështirë për të aratisurit nga Korea e Veriut të kalojnë nëpër Kinë pa u zbuluar. Mbikëqyrja pranë kufirit është shritur gjithashtu, me më shumë kamera, sensor dhe roje, duke bërë dhe më të vështirë për kontrabandistët të ndihmojnë të aratisurit. Në vitin 2007, këta kontrabandistë kërkonin rreth $2.000 për ndihmuar njerëzit të aratiseshin, por sot çmimi është rritur në rreth $20.000. Një koreano verior mesatar fiton rreth $2.000 në vit, që do të thotë se do të duheshin vite ose edhe dekada për të kursyer. Për shkak të kësaj, njerëzit tani zakonisht nuk punësoj kontrabandist kinez, përveç nëse kanë familje që kanë ikur tashmë. Nëse cilin rast familja mund të kursejë në emër të tyre dhe t'i paguaj kontrabandistët nga një vend tjetër. Shumica e koreano veriorëve nuk kanë familje që kanë ikur tashmë, që do të thotë se duhet të aratisen vetë pa ndihmën e askujt nga jashtë. Pra, me kufirin jugor të mbyllur nga zona e demilitarizuar dhe kufirin verior të fortifikuar rënd, mund të mendoni se nuk ka mbetur asnjë mënyrë për të shpëtuar. Por duke pasur parasysh sa të dëshpëruar janë koreano veriorët, ata gjetën një mënyrë tjetër, kalimi nga deti. Metoda më e rrezikshme e aratisjes atje është të shkosh direkt në Korenë e Jugut, në vend që të kalosh nëpër Kinë ose Rusi. Por kushdo që kalon Korenë e Veriut nga deti, duhet të përballet me minat e marinës së Koresë së Veriut pranë brigjeve dhe kushtet brutale. Ujërat përreth Koresë janë të ashpra. Shumë shkatarë me përvojë përmbysen çdo vit, duke humbur fatkeqësisht jetën. Pra, imagjinoni si është për një dezertor pa përvojë. Të aratisurit nga Korea e Veriut zakonisht përdorin varka druri me cilësi shumë të dobët, dhe për më tepër, ata zakonisht kalojnë gjatë stuive. Kjo mund duket më e rrezikshme dhe në disa mënyra është, por gjatë stuive, anijet e marinës së Koresë së Veriut nuk do të patrullojnë, duke u dhënë atyre një shans më të mirë për t'u aratisur. Mjerisht, shumë njerëz që ikin nga deti i vdesin. Njerëzit që ikin nuk janë marinar profesionistë dhe nuk kanë qasje në varka të duhura. Për ta bërë situatën edhe më të trishtueshme, ata që përmbysen zakonisht nuk gjenden kurrë, që do të thotë se familja dhe miqtë e tyre nuk do ta dinë kurrë nëse kanë arritur në Korenë e Jugut. Çuditërisht, disa njerëz as nuk përdorin vark. Një burr nga Korea e Veriut iku duke notuar në Korenë e Jugut. Ai ishte në gjendje ta bënte këtë sepse ishte peshkatar që punonte në një vark. Ai mande një kostum zhytje në xhaketë dhe fsheu lopatat në varkën e tij. Ai notoi për 6 orë në ujëra të rrezikshme. Kur mbriti në brigjet e Koresë së Jugut, ai u fshi në një ende kullues dhe më pas vrapoi 4 kilometra në tokën e Koresë së Jugut përpara se të merrte dhe ndihmoi nga rojet kufitare të Koresë së Jugut. Ky sigurisht ishte një rast unik i një peshkatari, i cili i lejohej të hynte në ujëra dhe i dikujt që ishte stërvitur në not për shumë vite. Mund të mendoni se është e pamundur për çdo koreano verior normal të aratiset, por një burr gjeti metodën e fundit të mbetur.
Chul-Luni ishte një spion i lartë i Koresë së Veriut që jetonte në provincën jugore Hwang. Sipas standardeve të Koresë së Veriut, ai kishte një jetë të mirë, por gjithmonë dëshironte lirinë në Korenë e Jugut. Një ditë, Lee po vëzhgonte tokën pranë detit të verdh si pjesë të punës së tij. Ndërsa bënte këtë, ai studioi gardet elektrike, kullat e vrojtimit dhe minat toksore, duke mbajtur mend se ku ndodheshin. Lee pastaj u kthye në qytetin e tij dhe u përpoq të binte një nga miqtë e tij të aratisej me të. Në fillim, shoku i tij mendoi se ishte i çmendur. Shoku i tij ishte një qytetar normal, por pasi Lee shpjegoi planin e tij, ai pranoi me ngurim. Lee dhe shoku i tij nuk i treguan askujt për planin e tyre për t'u aratisur, madje as familjeve të tyre. Ditën e aratisjes, Lee shkoi në një dyqan aty pranë dhe bleu një gomë biciklete dhe një pompë. Ai gjithashtu mblodhi ushqim dhe e futi në çantën e tij të shpinës. Lee dhe shoku i tij pritën deri në orën 8 mbrëmjes, kur u errësua, duke ngarë makinën derisa mbaroi rruga. Pastaj e braktisën makinën. Të dyve u desh të kalonin në për bar të lartë, i cili kishte mina kudo. Për fat të mirë, kujtesa e Lis ishte e mirë dhe ishte në gjendje të mbante mend një rrugë të sigurt. Lee dhe shoku i tij më pas mbritën te gardi elektrik. Lee zgjati dorën për ta provuar dhe, për fat të mirë, gardi ishte i fikur. Korea e Veriut nuk i furnizonte gjithmonë me energji gardet e tyre elektrik, sepse energjia elektrike është e shtrenjtë dhe Korea e Veriut nuk ka para. Pasi kaluan minjera dhe gardin, ata pritën që një re të bllokonte ënën. Kur u errësua plotësisht, ata shkuan në breg. Lee kishte planifikuar të përdorte pompën për të fryrë gomën e bicikletës dhe pastaj ta përdorte si një trap për tej. Por për tmerrin e Lis, pompa nuk funksionoi. Kështu që ata duhet të merrnin një vendim të menjëhershëm për ta lënë pas dhe për të notuar në vend të kësaj. Duke ditur se me shumë mundësi nuk do t'ja dilnin, burrat duhet të notonin 4 kilometra. Pas 2 orësh noti të rrezikshëm, burrat kuptuan se duhet të humnin pak peshë, kështu që hodhën në rrobat dhe ushqimin e tyre. Por 4 orë pas fillimit të notit, shoku i Lis filloi të kishte dhimbje barku dhe nuk ishte në gjendje të lëvizte këmbët. Lisi u desh të notonte me njërin dorë dhe të rishte shokun e tij me tjetrën. Pastaj, burrat pan një anije shumë afër. Ata ishin të sigurt se ishte një anije e marinës së Koresë së Veriut. Të dëshpëruar për t'u larguar, të dy burrat pan një ishull të vogël, kështu që notuan sa më shpejt që mundën drejt ishullit. Burrat u fshehën në ishullin e vogël dhe pritën që varka të largohej. Për fat të mirë, në ishull kishte pak dru dhe stiropor që kishte dalë në breg. Gjatë natës, burrat ndërtuan një trap duke përdorur këto materiale dhe në mëngjes u nisën me të. Por kur dy burrat ishin pranë kufirit të Koresë së Jugut, pan një varg tjetër. Në fillim, zemrat e tyre u drodhën derisa kuptuan se ishte një anije e marinës së Koresë së Jugut. Ushtarët e Koresë së Jugut u thanë burrave se i kishin ndjekur për orë të tëra. Lee dhe shoku i tij u çuan në varg në Korenë e Jugut dhe u morën në pyetje për t'u siguruar që nuk ishin spion. Sot, Chul-Luni dhe shoku i tij jetojnë të lumtur në Korenë e Jugut, pasi përdorën metodën e fundit të mbetur të aratisjes. Por për fat të keq, ka ende 26 milion njerëz në Korenë e Veriut që nuk mund të largohen pa rrezikuar lirinë dhe jetën e tyre. Mund të thuhet me siguri se Korea e Veriut e ka bërë praktikisht të pamundur aratisjen, por njerëz si Chul-Luni vërtetojnë se është ende e mundur nëse ke fat dhe shumë trimëri. Është shumë e drishtueshme të mendosh se kjo po ndodh tani në jetën tonë. Ndani një mendim për ata që janë ende të bllokuar në Korenë e Veriut dhe që nuk kanë shpëtuar ende. Nëse keni arritur deri këtu, lini një pëlqim dhe abononi dhe shikoni këtë video më pas.